Këto shtëllunga tymit të zi që prej më se 2 dekadash janë pjesë e panoramës së qytetit të Krujës, së shpejti nuk do të ekzistojnë më. Ministria e Mjedisit ka vendosur të mbyll 109 fura gëlqereje, që sipas saj funksionojnë në mënyrë të jashtëligjshme dhe pa lejen mjedisore përkatëse. Ministri i Mjedisit, zoti Lefter Koka, ka shfuqizuar urdhrin për mbylljen e aktiviteteve të kundralishme për prodhimin artizanal të gëlqeres në Krujë dhe Fushkruj dhe transferimin e tyre në zonat të studiuara. Pasi zonat në fjalë, ku janë ushtruar kontrollet e fundit, kanë rezultuar as pak të përshtatshme për zhvillimin e një aktiviteti të tillë. Po çfarë ndodh në furat e gëlqeres që i bën ato ndotës të mëdhenj të Mjedisit? Në këto pamje duken qartë shtëllungat e tymit që dalin pas digjes së gomave të përdorura. Kjo makinë po transporton gur gëlqeror të cilët përmes nxehtësisë së djegjes së gomave shndrohen në gëlqere. Në këtë zonë nuk janë bërë ndonjëherë publike shifra për ndotje nga djegja e gomave, edhe pse për vite me radhë furat e gëlqeres janë cilësuar gangrenë mjedisore. Sipas ambientalistëve, djegja çliron në ajër 2 helme të rrezikshëm, dioksin dhe furan. Ato kanë një rrezë të gjerë veprimi që mund të arrijë deri në 50 km. Pra ndotja nuk bëhet vetëm në Krujë, por edhe në Tiranë dhe zonat përreth qytetit. Përveç këtyre 2 helmeve në atmosferë çlirohen edhe komponentë të tjerë, siç janë grimcat e imta, PM10 dhe PM2.5. Këto janë përgjegjësitë kryesore për të ashtu quajturën ndotje mjedisore. Nga kalaja e Krujës, ku arrin të shohësh me lehtësi qytetin, kjo pamje e tymit të zi që lëshojnë furat e gëlqeres duket edhe antireklama më e mirë për këtë qytet historik në sytë e turistëve.